Në një shikim të parë, një petal trëndafili mund të duket si diçka krejt e zakonshme, një strukturë delikate, e kuqe roz, me sipërfaqe të lëmuar dhe me forma të buta karakteristike të luleve. Por nëse e vështron me kujdes, vihet re diçka e çuditshme dhe thellësisht e veçantë. Secili petal përfundon me një formë trekëndore të palosur, një maj të vogël të mpret që duket sikur sfidon rregullat klasike të gjeometrisë së bimëve. Pikërisht kjo veçori është bërë objekt studimi në kërkimin e fundit të botuar në revistën Science, i cili sugjeron se pas kësaj forme elegante, fshihet një mekanizëm gjeometrik i paparë më parë në botën natyrore. Ky zbulim jo vetëm që shpjegon një mister estetik të trëndafilit, por hap një dritare të re në kuptimin e mënyrës se si funksionon morfogjeneza, procesi në të cilin format natyrore marrin strukturën e tyre të veçantë. Prej kohësh, shkencëtarët e dinë se shumica e gjetheve dhe petaleve të luleve ndjekin një parim të përshkruar nga teorema Erge-Gjum e Carl Friedrich Gauss. Kjo teorem shpjegon pse shumë struktura bimore janë të lakuara, sipërfaqet e tyre përballen me një kontradikt të brendshme, një tension mes dëshirës për të mbetur të sheshta dhe nevojës për t'u përkulur. Kjo përkulje krijon forma të rrumbullakosura ose të valëzuara, si ato që shohim në gjethet e sallatës ose petalet e zambakëve. Por trëndafilat janë një përjashtim intrigues. Ndryshe nga gjethet e zakonshme që rrudhen apo dredhohen në mënyrë të butë, skajet e petaleve të trëndafilit shpesh formojnë maja të mprehta dhe palosje të vogla trekëndore, një tipar që nuk ishte shpjeguar nga ndonjë model i njohur i zhvillimit bimor. Kjo dallueshmëri ka ngjallur për vite me radhë dyshime se trëndafilat ndoshta ndjekin rregulla krejt të tjera gjeometrike. Studiuesit hetuan formën tridimensionale të petaleve duke përdorur analiza matematikore, modelime kompjuterike dhe vëzhgime të detajuara mikroskopike. Ajo që zbuluan është se petalet e trëndafilit nuk janë produkte të përkuljes së zakonshme, por ndjekin një parim gjeometrik të quajtur papajtueshmëria Maynardi-Kodazi-Peterson. Kjo teori, e njohur prej kohësh në matematikën diferenciale, përshkruan mënyrën se si sipërfaqet mund të lëvizin ose të deformohen pa që në gjendje të ruajnë të gjitha kushtet e kompatibilitetit të kthesave të tyre. Megjithse parimi MCP ka qenë i dokumentuar teorikisht, ai nuk ishte vëzhguar kurrë në natyrë. Trëndafilat, siç sugjeron studimi, formojnë majat e tyre karakteristike pikërisht si rezultati i kësaj papajtueshmërie. Rritja e tyre në dukje e thjeshtë dhe simetrike në të gjitha drejtimet krijon tensione të brendshme të cilat nuk mund të shpërndahen në mënyrë të njëtrajtshme. Si pasojë, këto tensione shpërthejnë në disa pika të izoluara, të cilat kthehen në ato maja të vogla që dallojmë në skajet e petaleve. Ky është një shembull i rrallë i asaj që quhet zhgënjim gjeometrik, kur një strukturë natyrore nuk mund të ndërtojë formën e dëshiruar duke ndjekur rregullat e zakonshme. Ajo shpik një mënyrë krejt të re për të zgjidhur problemin. Në sipërfaqe petalet e trëndafilit duken të buta dhe të njëtrajtshme, por në një nivel më të thellë, ato janë fushbeteja tensioni, rritja e tyre uniform i shtyn të përkulen në mënyra të caktuara, ndërsa papajtueshmëria krijon zona të përqendruara stresi që përkulen në drejtim tjetër. Pikërisht këto pika shkaktojnë palosje dhe maja të vogla, duke i dhënë çdo petali karakterin e vet unik. Në një farë mënyre, bukuria e trëndafilit është rezultati i një lufte të heshtur gjeometrike, një kompromis i rrallë mes simetrisë dhe papajtueshmërisë strukturore. Pavarësisht zbulesës gjeometrike, arsyeja biologjike e këtij fenomeni mbetet e paqartë. Studiuesit sugjerojnë hipoteza të mundshme. Një mundësi është që majat e petaleve të rrisin dukshmërinë e lules ndaj pjelmuesve. Insektet si bletët dhe fluturat janë shumë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të teksturës dhe siluetës, dhe palosjet karakteristike mund të ndihmojnë ato të identifikojnë më lehtë trëndafilin. Një teori tjetër ka të bëjë me mbledhjen e vesës. Palosjet trekëndore mund të krijojnë pika grumbullimi për piklat e ujit, duke ndihmuar bimën të ruajë lagështinë gjatë mëngjeseve të thata ose në klim të nxehtë. Një funksion i tretë i mundshëm është forca mekanike. Kjo mund të ndihmojë petalet e trëndafilit të qëndrojnë të hapura dhe të bukura edhe kur përballen me erë ose peshën e vesës. Ky studim mbush një boshllok të rëndësishëm në kuptimin e botës natyrore. Prej kohësh është supozuar se të gjitha format bimore rrjedhin nga një grup i kufizuar parimesh matematikore, por trëndafilat tregojnë se natyra është shumë më kreative. Ndonjëherë, sistemet biologjike zgjidhin problemet e tyre strukturore me metoda të paparashikuara, madje duke përdorur parime të rralla gjeometrike që deri tani ishin thjesht teori. Siç ndodh shpesh, një detaj i vogël estetik rezulton të jetë një dritare e madhe drejt një bote komplekse dhe të mahnitshme. Petalet e trëndafilit me palosjet e tyre delikate na kujtojnë se bukuria natyrore lind jo vetëm nga harmonia,
por edhe nga papajtueshmëritë që e bëjnë çdo formë unike. Në fund të fundit, trëndafili nuk është vetëm simbol i dashurisë, por edhe një shembull i gjallë i elegancës së matematikës së fshehur në natyrë.